Mbron në zemrën mushkërit, forcon kockat. Kjo recet me arra do ju lerë pa fjalë. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë komplikacione. Sipas ekspertëve, arorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arrorë në dietën e tyre. Një studim i fundit doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arral çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2, parandalon gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Përveç se të pasura me nivele të larta të antioksidantëve, arrat përmbajnë gjithashtu nivele më të mira të fibrave, dhe roli i tyre është interesant edhe fal proteinës, vitaminave dhe mineraleve që ato ofrojnë. Shëndeti mendor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasura se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna. Me këto yndyrna janë poli të pangopura dhe mono të pangopura të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre maksimale në dobi të vlerave të shëndetit. Po këto yndyrna janë poli të pangopura të cilat mbrojnë enët e gjakut. Sipas tyre, ngrënia 8 arrave në ditë mund t'i ofrojë trupit tuaj përfitime mbreslënse në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Duke konsumuar arra me stomakun bosh, pra para mëngjesit, njeriu do të përfitojë proteina, minerale të nevojshme për aktivitetet ditore. Arrat janë të pasura me nivele të mira të kaliumit, magnezit, fosforit, zinkut, vitaminës C, vitaminës B, të cilat e mbrojnë organizmin në betejën kundër shqetësimeve të radikaleve të lira në organizëm dhe parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Arrat kanë benefite të shëndetshme dhe të jashtëzakonshme për vlerat e njeriut. Ato përmirësojnë sistemin metabolik dhe atë mendor. Sipas Healthline, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i arrave. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Arrat janë të pasura me yndyrna të shëndetshme duke përfshirë këtu acidet yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për ruajtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Studime të ndryshme kanë treguar gjithashtu se arrat janë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në balancimin e vlerave të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i arrave në dietën tuaj mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i 8 arrave në ditë mund të ndihmojë në uljen e riskut të niveleve të kolesterolit të keq. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe në uljen e presionit të gjakut dhe inflamacioneve të ndryshme të trupit. Arrat do të ndihmojnë gjithashtu në zhvillimin e funksioneve të trurit. Studimet kanë treguar se acidet yndyrore omega 3 mund të përmirësojnë funksionet njohëse, kujtesën, gjithashtu edhe disponimin tuaj. Arrat mund të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të peshës për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave, proteinave, të cilat zvogëlojnë gjithashtu edhe marrjen e përgjithshme të kalorive. Arrat mund të jenë të dobishme për menaxhimin e diabetit, pasi kanë treguar se përmirësojnë gjithashtu edhe ndjeshmërinë ndaj insulinës, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të lehtësoni komplikacionet e tij. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje efektive kundër këtyre komplikacioneve. Arrat ndihmojnë në përmirësimin e tretjes së stomakut, zvogëlojnë riskun e kapsllokut dhe përmirësojnë shëndetin e zorëve.
Arrat janë një ushqim i shkëlqyer i kalciumit, magnezit, të cilat janë të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të kockave dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Arrat ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të shëndetit. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në menun tuaj ditore do të kthehet në një element ushqyes të rëndësishëm për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Arrat ndihmojnë në mbështetjen e funksioneve imunitare dhe zvogëlimin e riskut të infeksioneve. Arrat, për shkak të vetive të tyre antiinflamatore, mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve të trupit. Studimet kanë treguar se vitamina E tek arrat ndihmon në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e lidhura me moshën dhe zvogëlimin e riskut të kataraktës. Arrat janë një burim i mirë i proteinës dhe si të tilla duhet të konsumohen me maturi në dietën tuaj ditore. Kështu elementet e tyre ushqyes do të luajnë një rol pozitiv në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Për sa kohë konsumoni arra natyrale në dietën tuaj, përgatituni të merrni përfitimet e tyre të rëndësishme në lehtësimin e komplikacioneve. Nutricionistët po rekomandojnë gjithmonë edhe më shumë arrat e zhytura në ujë, sepse kështu do të zbërthejnë të gjitha elementet ushqyes dhe gjithashtu do të keni edhe mbrojtje më të mirë të organizmit. Tretja më e lehtë dhe thithja më e mirë e lëndëve ushqyese realizohet në këtë mënyrë me përdorimin e arrave. Arrat e zhytura në ujë përmbajnë pak acid fitik, kështu që trupi thith minerale të tilla si magnezi, zinku, hekuri, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Shtimi i arrave në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e lëndëve ushqyese tuaja. Ato ndihmojnë edhe në kontrollet më të mira të peshës trupore. Falë tretshmërisë së lartë dhe çlirimit të ngadaltë të energjisë, arrat të zhytura në ujë ndihmojnë të ndiheni të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore, më pak dëshirë për ushqime të lehta midis vakteve dhe gjithashtu mund të kontribuojnë në menaxhim më të mirë të peshës tuaj trupore. Arrat do të ndihmojnë në rregullimet më të mira të niveleve të sheqerit në trup. Yndyrnat e shëndetshme që gjenden me shumicë tek arrat dhe fibrat e tyre ngadalësojnë tretjen e karbohidrateve duke përmirësuar dhe parandaluar rritjen e shpejtë të sheqerit në gjak. Kjo i bën ato një zgjedhje të përshtatshme për njerëzit që monitorojnë indeksin glicemik të vakteve të tyre. Arrat janë një mbështetëse shumë e mirë e shëndetit tuaj të zemrës. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden te arrat do të ndikojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe krijimin e një raporti optimal të funksioneve të LDL-s dhe HDL-s. Konsumi i rregullt i arrave në dietat tuaja ditore gjithashtu mund të kontribuojë në një sistem kardiovaskular më të shëndetshëm dhe një mbrojtje më efektive të organizmit tuaj. Arrat do të forcojnë shëndetin tuaj të kockave. Arrat e zhytura në ujë do t'i japin gjithashtu rezultate fantastike ushqyese edhe për shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se shtimi i arrave në dietën tuaj ditore do të mbrojë shëndetin tuaj edhe fal elementeve që ato ofrojnë. Përfshijeni ato në mëngjese ose në ushqimet tuaja të lehta për të qenë më të shëndetshme dhe për të marrë gjithashtu ndikimet pozitive të tyre në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e problemeve që i kanosen. Arrat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të niveleve të organizmit, kjo edhe fal antioksidantëve që ato përmbajnë me shumicë. Vitamina E dhe polifenolet që gjenden te arrat do të neutralizojnë radikalet e lira dhe zvogëlojnë gjithashtu edhe stresin oksidues. Ato ngadalësojnë procesin e plakjes dhe ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve tuaja kronike. Ndaj shtimi i këtij fruti në menun tuaj ditore do të përkthehet në një efektivitet më të mirë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i arrave do të mbështesë nyjet dhe kockat tuaja. Magnezi dhe fosfori që gjenden me shumicë tek arrat e zhytura në ujë kontribuojnë në ruajtjen më të mirë të shëndetit tuaj dhe strukturën e kockave, ndërsa vetit e tyre antiinflamatore dhe mund të lehtësojnë problemet e nyjeve dhe të përmirësojnë strukturën e kockave. Sigurohuni t'i përdorni si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që arrat i konsumoni sipas sasive të rekomanduara. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.